mori një fitore tenistike për te këtë saj shifre me rezultat të thellë 10-0. Jam i kënaqur me rezultatin, por me disa momente tashti mos bëj të vështirin ose mos bëj atë korrigjuesin, po ka pas momentet e cilat ne kemi shpërdoruar sidomos pjesën e parë, ku nuk kam meti kënaqur. Lojtarët po shpërdorin raste ku në ndeshjet e tjera them se duhet të jenë më koncis dhe duhet të jenë më të vendosur për raport, se nuk mund të kesh gjithmonë një kundërshtar të lehtë, por ke edhe kundërshtar të fortë ku ti duke pretenduar dhe duke qenë ekipi si kërkon të jesh në vendin e parë, pra nuk duhet të shpërdorosh atë raste. Mas pjesës të parë unë kisha një diskutim me sportistët në pushimin e ndeshjes dhe arsyeja ishte si ato duhet të qetësoheshin sepse kishin shumë nervozizëm para poshtë, doshin të shënoheshin gjithë dhe doshin të shënoheshin sigur me zor dhe humben shumë raste. Pastaj u kthell unë dhe e kuptuan se duhet të gjejnë qetësinë para poshtë. Jam i kënaqur me mënyrën se si kam luajtur, por ato rastet të cilat u humben duhet të korrigjohen, herë tjera nuk duhet të humben ato raste. E rëndësishme 3 pikë. Po, e kam thënë që në fillim këto ndeshje janë të cilat vlen, kanë të njëjtën 3 pikë, vlen si kjo si një ndeshje me vendin e parë, 2, 3 nuk ka rëndësi. Pra, është e rëndësishme 3 pikë, por kur bën dhe gola të paktën për publikun, kur shënohen dhe gola pra, por edhe kur ka një futboll të bukur të cilin duhet ta demonstrosh në fushën e lojës, bëhen gjitha bashkë për mirë shkojnë pastaj. Ndonë që është herët pasi natyra juaj është që për të mos folur për ndeshjen e radhës, por ama tashmon ne kemi ndeshje të transfert përballë Shirokës. Po, është një ndeshje fortë, edhe Shiroka ka bërë mirë këtë sezon. Erdhi si surprizë, por unë kam ditë se ka një ekip ka në përbërjen e saj lojtar të mirë. Them se do të jetë një përballje e fortë, por kuptohet si ne nuk intereson kundërshtari, nuk intereson as vendet në tabelë të ekipeve tjera. Unë shkoj me këtë ekip për në çdo ndeshje për 3 pikë. Shkoj me Kurajo, kam djemë të cilët kanë eksperiencë në fushën e futbollit. Pra unë duke e ditë se ato janë rritë dhe nga ana fizike, unë besoj shumë te kjo skuadër.